Ftuar në emisionin Live from Tirana me Renaldo Sharkën ishte psikologe Bona Mikli për të komentuar rikthimin e Eglit në Big Brother VIP 4 e shumë të tjera. Mund të jesh shumë i fortë, por marrëdhënie toksike mund të dëmtojë. Mendoj që Egli është e fortë, por mendoj se ka patur një traumë dhe sa i përket lidhjes së kaluar dhe nuk e dija e ka kaluar këtë traumë, u shpreh psikologja. Ka shumë njerëz të suksesshëm në anën profesionale, por kur vjen puna te pjesa e ndjesive, është një pjesë e shpirtit të tyre që shkon drejt lëndimit. Më tej ajo shtoi për rikthimin e Eglit. Nuk mund të shërohesh për 10 ditë, aq sa kam parë nga gjuha e trupit dhe toni i zërit, mendoj se nuk ka ardhur e shëruar.